E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Siç duket, Dolce po e haron krejtësisht Edin. Edhe pse Edi në Big Brother qan, vajton, um, kërkon nga ana e produksionit që të hapet një televotim që Dolce të kthehet brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt këto ditë kam para të sinqeritetin tek ai djalë që nuk e ka patur këtë marrëdhënien për loj, por vërtet e ka ndjerë dhe e ka dashur këtë vajzën. Ndoshta në shtëpinë e Big Brotherit nuk kishim fatin që ta njohim këtë qetësinë e Dolces, e njohëm në Grande Fratello. Do me thënë nga Grande Fratello po shohim një Dolce që ditën adhuroj emocion, ditën adhuroj energji, ditën adhuroj dashuri, një vajzë shumë e buzëqeshur, një vajzë e ëmbël që ka çmendur djemtë të Grande Fratello, ka degeneruar djemtë të Grande Fratello. Siç duket Dolce po i merr zemrën avash avash Domenicos. Ndoshta Dolce është duke luajtur një strategji dhe atje sepse ka më shumë interes që të qëndroj më gjatë brenda asaj shtëpie, që të qëndroj më gjatë në Grande Fratello, sepse Dolce vjen nga Italia, ka jetuar në Itali, është rritur në Itali dhe më në interese ka që të qëndroj atje dhe të bëj lojën atje, dhe sigurisht është duke bërë gjithçka që produksioni të Grande Fratello t'i mbushet mendja që ta mban Dolcen si banore, të shndrohet në një fenomen dashurie për të ndërtuar jetën e saj në Itali, për të përfituar nga Grande Fratello, ashtu siç Dolce do të bënte me Big Brotherin dhe me fuqinë e Big Brotherit. Po pa marr parasysh se sa e ka interesi në pa Dolce, këtë interes siç duket nuk e ka Edi. Edi po e dashuron, Edi po e vajton, Edi po i kërkon të kthehet. Unë nuk e gjykoj Edin për emocionet që ka, sepse jam i bindur që pa marr parasysh domethënë të gjithë gjërave që ndodhin, përkëdheljeve, afërsisë që Dolce bën atje, vallëzimeve sensuale, provokimeve ndaj meshkujve, që tashmë është e dukshme në rrjetet sociale, Edi nuk do t'ja toleronte, por edhe gjitha kjo edhe mund të shndroheshte dhe mund të quheshte në kuadër të lojës. Tani, a është pak i padrejt produksioni kundërdrejt Edit në raport me atë se çfarë po ndodh me Dolçen atje? Unë mendoj që është i padrejt sepse këtu është prekur pak në etikën personale, që në këtë rast domethënë Edi është një djalë i cili është luajtur me të në thonjza, është keq përdorur Edi, ju dha vetëm një video e vogël sa për të informuar që Dolce nuk është në Kosovë, por nuk ju dhan detajet. Ekziston një lajm që thuhet se Dolce është puthur me Domenicon. Kam kërkuar në fakt video, nuk po gjej një puthje, po shoh një vallëzim sensual, po shoh një vallëzim të mrekullueshëm, por puthjen nuk po gjej. Do të thënë nuk shoh puthje në atë mes. Dhe kjo në fakt e bën të gjithën që ne të shokohemi, të befasohemi nga kjo se çfarë po ndodhen. Dolce dhe Domenico po krijojnë një emocion ndoshta të ri, apo ndoshta Dolce këtë e ka strategji. Unë do kisha dashur që Dolce t'i mbyllte raportet këtej, ajo doli pa i mbyllur gjërat me Edin, Edi pret që ajo do ta pret jashtë. Fansat nuk janë fare aktiv për të informuar Edin qoftë edhe me një dron brenda shtëpisë për të kuptuar Edi se çfarë po ndodhen, por do të shohim se si do të jetë nata e sonte dhe dita e hënë kur Dolce do të bëhet pjesë në fakt e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, apo a do të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosova më, sepse ndoshta Grande Fratello nuk e lëshon sepse ka rritur shikueshmërinë atje. Kjo mbetet një pikë pyetje shumë e madhe.